Vuani nga fryrja e barkut. Këto janë 4 shkaktarët kryesor, mos i injoroni. Është normale të ndjeni të fryrë pasi keni ngrënë një tas të madh me ushqime vdekëse dhe 3 copa nga torta e ditëlindjes, por duhet të dini se pas fryrjes së barkut nuk shihen vetëm ushqimet. Nëse ndjeni të fryrë çdo ditë dhe stresoheni për këtë, mësoni disa nga shkaktarët më të zakonshëm të saj, si dhe të parandaloni këtë shqetësim. Përtypja e shpejtë. Ngrënia e shpejtë e ushqimit do ju bëjë që të keni fryrje dhe të keni gazra. Mundohuni të shmangni pijet e gazuara gjatë kohës që përtypeni shpejt. Dieta ushqimore të caktuara. Ushqime të tilla si produktet e qumshtit, fasule dhe ushqimet djegëse mund të shkaktojnë edhe probleme me fryrjen. Gjithashtu, brokoli, qepa, lule lakra dhe preshi mund të shkaktojnë fryrje. Ushqimet e forta shkaktojnë kapsullëk dhe gjithashtu shkaktojnë fryrje. Mosbalancimi bakterial në zorrën tuaj mund të shkaktojë edhe probleme me gazrat.